kësaj situate mund të rikuperojë, se ne kemi edhe shumë taksa tek çmimi për litër. Po përsa i përket qeverisë, patjetër kemi ato politikat të cilat duhet të ishin ndërmarrë në kohë, pra duhet të kishim diversifikuar burimet tona të energjisë, duhet të kishim një rafineri nafte e cila prodhonte mjaftueshëm naftë për të konsumuar nga qytetarët dhe bizneset brenda vendit, por në kushtet kur ne gjendemi në një situatë të tillë përsa i përket fuqisë tonë ekonomike dhe infrastrukturës, duhet të ndërhyjmë në aspektin e menaxhimit të taksave, por shpeshherë edhe në garantimin, le të themi, të një sasie të konsiderueshme të karburanteve për ta patur, le të themi, më një anë dhe për ta shfrytëzuar në situata të tilla. Patjetër që reduktimi i taksave që ngarkojnë çmimin e naftës është zgjidhje momentale dhe patjetër një kontroll më i mirë i tregtarëve të hidrokarbureve për të mos bërë abuzime me qytetarët. Leon, s'ju e përmendët pak, po unë po sjell një batutë që një qytetar tha pak më parë në program që çmimi i naftës apo i arit zi nën tokë rrit deri edhe pataten. Kjo deri më tani nuk di, ka ndodhur apo kur mund të ndodhë, sepse rrjedh logjike është, po vazhdoj situata, besoj do ndodhi. Kur them patates, çmimet e shportës e tjerë. Në aspektin ekonomik kemi dy lloj rritjesh apo dy lloj goditjesh të çmimeve në treg. Së pari kemi goditje në aspektin real fizik, pra kemi ngjarje ekonomike që realisht rrisin kostot e prodhimit, kemi dhe goditjen tjetër e cila është një goditje psikologjike që vjen në treg. Dhe në rastet e pasigurisë, patjetër që ndodhin të dyja goditjet. Dhe unë uroj që bizneset shqiptare apo dhe prodhuesit shqiptar të jenë mjaftueshëm të ndërgjegjshëm për të mos përfituar nga situata reale dhe të reflektojnë në rritjen e çmimit, vetëm rritjen e kostove reale që vjen si pasojë e përplasjes që po ndodh sot në gjirin persik dhe mos kemi, le të themi, abuzime me rritjen e çmimeve në mënyrë artificiale. Leon, gjithë ata që na ndjekin, gjithë qytetarët, po themi të gjithë shqiptarët, e kanë një lloj pasigurie etj. Nuk di pak a shumë çfarë u sugjeron apo dhe këshillon, nuk di që tek nafta, megjithëse ai që ka makinën për të lëvizur mund ta marrë, të tjerë që ndoshta bëjnë pa të çfarë u sugjeron, dhe tek pjesa e çmimeve tani, nuk di, nuk po them skenar të frikshëm, po të blem ushqime, të bëjmë, çfarë u këshillon? Po në një periudhë afatshkurtër, patjetër, nëse ky lloj konflikti mbyllet brenda një muaji, do kemi efekte minimale, po nëse shohim që konflikti zgjatet, patjetër që qytetarët shqiptar duhet të sigurojnë më një anë, le të themi, një bazë të konsiderueshme ushqimesh apo dhe sendesh të tjera të cilat i kanë për përdorim vetjak të përditshëm, për shkak se në një situatë siç ndodhi ajo me COVID-19 mund të kemi një rritje të konsiderueshme të çmimeve dhe nëse bëjmë një furnizim për 3, 4 apo 6 muaj për produkte të cilat realisht kanë një jetëgjatësi, kjo do ishte e mirë. Për sa i përket blerjes së karburantit, shumë kompani të cilat prodhojnë dhe kanë industri prodhuese e blejnë atë, le të themi, për një vit. Për qytetarët patjetër është e pamundur që të bëjnë blerje karburanti për një vit dhe patjetër që kjo do ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë xhepat e tyre. Dhe vetmja zgjidhje është që të gjejmë pastaj rrugë alternative për të shkuar në punë apo për të kryer proceset e punës në mënyrë me kosto sa më të ulët, me kosto sa më efikase. E kuptoj. Leon, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi, të uroj ditë dhe punë mbar. Faleminderit ju. Faleminderit edhe një herë, ishim fakt me ekspertin e ekonomisë dhe pedagogun Leon Sasani. Këto janë ndikimet, kjo është situata. Në fakt, çdo gjë është dinamike, ndryshon edhe nga dita në ditë, më së shumti është ndikimin në ekonomi tek çmimi i naftës edhe i produkteve tjera edhe në varësi të kostzgjatjes së këtij konflikti në lindjen e mesme. Ne mbritëm fund programit Shtypi i ditës dhe ju për mëngjesin e sotëm, mëngjesin e kësaj të marrëdhje, qëndroni me Report Televizion, mirë pas pak vjoni me Rrezet Dielli. Ju uroj shikim të këndshëm dhe miru dakoshem së bashku.